Me bashkimin e datës 21, data 21 maj të 2026. Duke se kemi një ditë shumë të rëndësishme me diellin që zhvendosur në shenjën e binjakëve, duke sjell një ndikim dhe ditëlindjen e shenjës së binjakëve, ndikimit të shenjës së tretë, ky pozicion i diellit që përqendrohet në komunikime, udhëtime, tregti, transaksion, ndikimet e transaksioneve të mëdha që mund kemi, por njëkohësisht edhe mundësi të arta në 4 javë të ardhshme. Dielli në binjak na bën më kurioz, më të hapur, me perspektivë në punë, në karrierë dhe ndryshime pune. Kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi. Shenjat e ajrit favorizojnë jashtëmase, siç janë binjakët të dhjetit të tretë, siç ka bëjnë peshorët të dhjetit të dytë, por gjithashtu edhe të shenjës së ujorit. Ka një nga ndikimet më të mira, ndikimet më pozitive dhe më ideale në këtë drejtim. Edhe pse në fakt në lidhje me takimet dhe vendimet është momenti më i mirë i mundshëm për sa përket disa ndryshime që do të bëjmë në këtë ditë. Pra është ditë shumë pozitive. Para se të fillojmë bashkimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimet e detyruara, atë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz, siç shikoni aty ndodhet sekretaria, duke zgjedhur paketën tuaj ose nuk e keni veten në këtë drejtim ose të shikoni se si mund të funksionon, atëherë keni duke dërguar një mesazh tek sekretaria, është ajo dritare e vogël, e dërgoni mesazhin atje, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve dhe doni të dërgoni mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqense dashi nga njëra anë ka një mundësi, një periudhë shumë të mirë, sidomos dhjetë i parë është shumë indikuar në lidhje me anën e punës dhe të karrierës, dhjetë i dytë do shikoj disa gjëra që nuk i ka ose kalon pas dorës, nuk janë analizuar më përpara për sa përket punës aktuale ose një ndryshim pune. Kurse dhjetë i tretë në një udhëtim do dalë shumë i fituar, sepse përfitimet janë të mëdha nëse duan të bëjnë diçka në lidhje me biznesin. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë dash virgjeresh, dash shigjetar dhe dash bricjak, është një kohë shumë e përshtatshme. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Meqense demët duket se këtë periudhë kanë të tyren, nga diskutoj për një mirë arsye, sepse koha tregon që jeni me fat në këtë drejtim, i keni mundësitë dhe periudhën e duhur mbi zgjidhjet e problematikave, mbi çështjet që keni dhe mundësitë të arta që vijnë. Ajo që do të duket ose keni dhe periudhën e duhur mbi takimet, mbi bisedimet, mbi çështjet madhore që keni dhe anën pozitive financiare, bisedime të rëndësishme, periudha kur ndodhin fenomenet, është një nga momentet më të mira të arta mbi ekonominë, mbi stabilizimin, mbi çështjet kryesore që kanë të bëjnë me vendimet që do të merrni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan të dhjetit të parë dhe dash të dhjetit të tretë është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Binjakët dashur, keni ndikimin më të madh sepse keni ditëlindjen tuaj, edhe një muaj të mbar, një ditë të mbar ju uroj dhe ka për qenë sepse tani që fillon ditëlindja juaj e në vazhdim do të keni dhe mundësi për kohën, për mundësi të artë që keni, tani bëni planet për një të ardhme të afërt, sepse keni gjitha mundësi dhe ndryshime të mëdha që do të vinë tani tutje, ku është momenti dhe koha, është periudha ku juve i keni të gjitha në dorë dhe kjo do thotë një nga ndryshimet më të mëdha që mund keni tani tutje. Prandaj edhe binjakët kanë pasur dhe mundësinë, por dhe kohën e duhur për zgjidhur çështje problematike, për gjërat që keni pasur në anën tuaj me vështirësitë, por ja keni dalë. Është një mundësi shumë e mirë tani, mundësi e artë që juve mund të keni në disa takime, bisedime shumë të rëndësishme. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, shikojeni gjërat në detaje dhe kjo është me të vërtet diçka shumë e rëndësishme dhe do ta shikoni edhe vetë ku kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshkët e dhjetit të parë, kanë indikim shumë të mirë sepse lidhet edhe me punën dhe me karrierën, por edhe me luan të dhjetit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Me gafore duket se tani sado që gjërat janë pozitive, i keni të gjitha mundësitë dhe kohën që juve ndikoheni në anën tuaj, por megjithatë
keni mundësinë e anës ekonomike financiare, një nga bizneset dhe karrierën. Ndryshimet që do të keni tani tutje janë ndryshime historike për arsye e punës suaj, për arsye të ndryshimeve të mëdha që vijnë drejt jush, por edhe koha që keni në dispozicionin tuaj, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar në anën tuaj dhe në ndryshime të tjera që do pësojnë më tej, sepse koha është e juaja, është momenti, është karriera, është ndryshime të mëdha që vijnë në anën tuaj. Gaforet gjithmonë janë një hap para se çfarë ndodh, janë një hap para se çfarë realizojnë dhe komunikojnë dhe mundësitë të arta që vijnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashjet e diçit parë, me shqyrtarët e diçit tretë është perfekte edhe pse shenja zjarri, por në anën tjetër shenjat e ujit kanë një ndikim fantastik me këto shenja. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e luanëve. Për sa përket luanëve, luanët duket se ndikimet që kanë të bëjnë tani në lidhje me punën aktuale, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që ata marrin, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me takimet e punës së tyre, takimet që ndikojnë shumë në ekonomi, në stabilizime, në lidhje me një mundësi të artë që ata kanë, sepse diçi i tretë është shumë i favorizuar mbi një punë të re që presin ose ndryshim pune. Luanët në përgjithësi kanë takime shumë të rëndësishme tani tutje, ku dhe periudhat që ndodhin fenomenet ose një nga mundësitë më të mira që do të keni dhe një nga periudhat më të arta që vijnë drejt juve, nuk e diskutoj këtë, nuk e vë ndryshim për arsye të gjërave të mëdha që do të keni dhe pozicionimi i planeteve, se është pozicionimi i planeteve në një fazë shumë ndikuese dhe juve keni një mirë do ishte që këtë javë duke filluar nga e hëna e tutjet, një prezantim që mund të bëni, që është një diçka shumë pozitive dhe madje ideale mbi stabilizimin, mbi ndryshimin dhe mbi takimet që do të keni dhe çështjet e tjera që do pasojnë më tej. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me brisjap të diçit parë, me dëm të diçit tretë është perfektja dhe është një nga mundësitë më të arta që kanë të bëjnë me luanët. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë Virgjeresha. Çfarë ndodh me Virgjeresha dhe ku Virgjereshat kanë atë ndikimin e tyre, kanë problemin e tyre në farë mënyre, por unë do thosha që tani për tani është dhe koha, momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket Virgjereshave. Virgjeresha duket se dhjetëdiçi i tretë ka një ndikim shumë të mirë sepse lidhet me ekonominë, lidhet edhe me udhëtimet me jashtë. Me udhëtimet me jashtë do të keni pak kujdes në dokumentacione, jo në dogana ose merrni me tregti, do thosha në këtë aspekt, se Virgjereshat kanë një farë ndikimi në këtë drejtim, por gjithsesi kjo është mbetet për të parë për arsyeën e ekonomisë, për arsyeën e ndryshimeve të mëdha që vijnë drejt jush, por gjithashtu ka dhe një anë pozitive të realitetit. Realiteti do të thotë kohë, do të thotë mundësi, do të thotë stabilizim konkret në gjëra të mëdha që do të bëni. Megjithatë, çështjet madhore, çështjet pozitive ekonomike financiare, ndryshimet që do të keni tani tutje janë ndryshime historike për ekonominë, për stabilizimin, për gjërat që çështjet më të mira të mundshme favorizimit të punës, por gjithashtu në dashuri. Në dashuri Virgjereshat kanë pasur dhe kanë lidhjet siç janë me peshqit, siç janë me shqytetarët, siç janë dhe me dëmët të dhjetëdiçit të tretë, kanë indikim shumë të mirë dhe shumë pozitiv në vazhdimsi. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshorët duket se tani për tani, edhe pse duket sikur gjërat nuk janë ashtu siç e prisni, por i prisni gjërat të dalin ndryshe, mundoni shumë për ekonominë dhe për punën, por disa gjëra të tjera janë mjaft favorite për punën dhe karrierën, për ndryshimin dhe në marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e dur, do ta thosha unë. Por gjithmonë i keni mundësitë dhe kjo është një nga mundësitë më të mira që do të keni, një çështje madhore që do të shikoni dhe vetë në anën tuaj dhe vendimet që merren janë vendime mjaft të mira, pozitive, konkrete në gjërat ekonomike, konkrete në punën tuaj, konkrete në gjërat të mëdha që do t'i shikoni dhe vetë. Edhe pse një ndryshim i vogël sot është shumë i madh në të ardhmen tuaj, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimeve, për sa i përket gjërave nga më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse lidhet me punën, lidhet me anën e financave, me financat e kanë pasur si problem ose si ndryshim, por gjithsesi kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve në këtë ndikim. Një udhëtim i largët ose i lajm që mund ta merrni juve të kësaj shenje e keni mundësinë, sepse peshorët në një anë ndikohen ose ndryshojnë, në anën tjetër mendojnë dhe gjykojnë për të ardhmen. Peshorët gjithashtu kanë dhe mundësinë e tjetër të komunikimit dhe të bisedimeve. Dashuria duket se me peshorët e dhjetëdiçit të parë, me ujorët e dhjetëdiçit të tretë, përgatituni se keni një pasardhës e keni ndërmend dhe është e realizueshme, është koha juaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Akrepët me qenë se kanë pasur shumë
çështje të lëna pezull për arsye të punës tyre, për arsye të ndryshimeve të tyre, sepse janë ndryshime fantastike për ekonominë, ndryshime që duan apo s'duan të tretët ose sido që të vinë, nga do që të vinë, e kanë dhe si kohë, po kanë dhe si mundësi për zgjidhje të problematikave, të ndryshimeve, të mundësive të arta që kanë, dhe një moment është pikërisht tani, është momenti i artë i zhvillimeve, por dhe i ndryshimeve njëkohësisht, sepse kjo periudhë është periudha juaj, nuk ka vend për të shqetësuar për të gëzuar në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën. Akrebët gjithashtu janë shumë të dhënë mbas punës dhe mbas roleve drejtuese që ata kanë në favore dhe në ndryshime shumë të mëdha. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të dhjetë ditë parë, me ujor të dhjetë ditë tret, me ujor një që është diçka shumë pozitive, madje ideale dhe shumë pozitive në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Meqense shigjetarët duket se kjo është një nga periudhat më të mira të mundshme për sa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve, për sa përket mundësive dhe karrierës, sepse është për lidhet me karrierën, lidhet dhe me një butkuptim të brendshëm të kësaj gjëje, dhe kanë dhe mundësitë dhe kohën e duhur për sa përket ekonomisë, për sa përket korrektësisë, jeni shumë korrekt me ato që bëhet, dhe periudha koha e duhur për zgjidhur çështje problematike. Nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për punën që është e puna aktuale, ka një diçka shumë të madhe tani në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e mundësive të arta që keni, sepse çdo periudhë ka kohën e vet dhe momentin e vet për zgjidhur problematikat, por ka dhe gjë shumë të mirë mbi anën dhe pozicionimin e planeteve që juve ju jep mundësi se shigjetarët duket se kanë kohën e duhur në ekonomi, kanë kohën e duhur në vazhdimsi, po e gjitha historia tregon që jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë aspekt. Megjithatë, është dhe momenti i juaj i artë për të zgjidhur çështje problematike dhe për të arritur qëllimin tuaj, sepse çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë dini se si të realizoni çështjet e juaja të brendshme. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të diçit parë, me bricap të diçit tretë është perfektja. Vijmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Meqense bricapët duket se tani për tani, sado që duken të vështirë për arsye të punës tyre, për arsye të karrierës tyre, duket se tani është një nga momentet më të mira të mundshme. Bricapët e dinë këtë gjë që vërtet lozin një rol shumë të rëndësishëm në ekonomi dhe në vazhdimsi, por meqense tani kjo periudhë është një periudhë mjaft surprizuese në lidhje me anën tuaj, por gjithashtu edhe një nga takimet dhe bisedimet të rëndësishme që do të keni tani tutje është koha dhe momenti i duhur për zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me vjesht edhe diçit parë, me peshk edhe diçit tretë, duket se ka një ndikim shumë të mirë dhe shumë pozitiv. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Ujorët duket se janë shumë stabilizues dhe shumë të ndikuar në anën e tyre, si në pozicionin ekonomik, si në pozicionin financiar të gjërave që ata do kenë, por ka dhe një rast shumë të mirë, shenjat e ajrit duke diskutoj, sepse diellin i shenjat e ajrit që janë binjakët, ndihmojnë shumë mbi zhvillimet dhe ndryshimet që kanë, por është një moment mjaft i artë, edhe pse duket se gjërat mund mos jenë ashtu siç pritet për një arsye apo për tjetrën, por duket se juve jeni me shumë fat në këtë aspekt, sepse diçi parë ka indikim shumë të mirë dhe një udhëtim pune ku do ta zgjidhni këtë problem, kurse në anën tjetër keni të bëni juve keni në rol drejtues, edhe pse do të ndryshoni vend pune, por në pozicionin që jeni e keni mundësinë për të arritur qëllimin. Në fushën e dashurisë, edhe pse me debate, me probleme që keni pasur ditët e fundit, pothuajse në këto 3 ditë kanë qenë pak a shumë ndikuese, por gjithsesi janë rregulluese dhe është një mundësi mjaft e mirë për stabilizimin e dashurisë. Sidomos lidhjet me dashët edhe diçit parë, peshorët edhe diçit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket shenjës e peshqeve, meqense peshqet duket se tani e tutje i kanë mundësitë, kanë kohën e duhur për sa përket gjërave të mëdha ekonomike, financiare, për sa përket asaj që ata dinë se çfarë bëjnë dhe ku do të shkojnë, por një nga mundësitë e arta, një nga kohrat më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë, stabilizojnë, ndryshojnë, rregullojnë, sepse janë rregullator të çështjeve të mëdha, rregullator ekonomik, rregullator dashurie, por dhe rregullator të lidhjeve që kanë të largëta
në ekonomi, në stabilizime, sepse lidhem shumë me stabilizimin ekonomiko-financiar dhe është një mundësi shumë e mirë tani. Mundësia e artë mund thoret, nuk e diskutoj këtë. Por megjithatë, edhe pse një vështirësi e vogël që keni pasur para disa kohëve, duke se keni zgjidhur, kjo nuk do thotë se momenti ose koha ka treguar që juve jeni në anën tuaj ose keni pasur probleme në gjërat e tjera do të keni, por gjithsesi është një nga periudha më të mira të mundshme tani jetuje i keni të gjitha kohën e duhur për sa i ka stabilizimit dhe dyshimeve të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të ditëshit parë, me ujor të ditëshit tetë është perfektja, por peshqit gjithmonë kanë një pikë synim për të ardhmen, familje, dhe kjo është më së sigurt dhe më e mira e mundshme që ndonjëherë. Në lidhje me një vendim që do të merrni tani jetutje në bashkim familjar në Angli, është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 21 maj 2026. Por para se të ndami bashk, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz siç e shikoni atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar në krahun e djathtë tuaj, ai kuadrat i vogël aty, duke e klikuar dhe më pas mund të dërgoni email dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve, çdo të mërkur, mbasdite, dhe duke klikuar, ja pas shkoni atë butonin atje, e klikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati për të dërguar mesazhin pastaj dhe mund të lexojmë mesazhin tuaj për një pyetje, merrni përgjigjen drejt për së drejti. Nga unë, Jorgo Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.